marrëveshjet, marrëdhëniet me Greqinë. Marrëveshja e detit e tjera. Domethënë ka që s'ka nevojë të kthehemi historisë, domethënë e dim çka ka ndodhur, si ndodhi, gjykata ka vendosur dhe kjo nuk diskutohet. Domethënë s'ka asnjë koment për atë. Pas asaj është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe. Nga paraardhësit e mi, ata që kanë qenë në detyrë, kemi ekipe shumë të konsoliduar në Ministrinë e Jashtme, kemi diskutuar në mënyrë të qëndësishme me palën greke dhe sot mund t'ju them që gjendemi në situatën më pozitive në marrëdhëniet tona ndonjëherë me Greqinë. Ka një dëshirë absolute të dyanshme për të avancuar, për të ecur përpara dhe duhet ta përmend edhe një herë, nëse u hapën ato kapituj, nëse do t'i marrim dhe i bars, do thotë që kemi dakordsinë në 27 vende, do thotë që kemi dakordsinë e Greqisë. Se pa dakordsinë e Greqisë apo të çfarë lloj vendi, i madh apo i vogël, procesi nuk vazhdon. Ky është proces që bëhet me konsensus. Kështu që kjo reflekton dhe frymën e marrëdhënieve, cilësinë e marrëdhënieve që kemi vendosur me Greqinë. Dhe mund të them që në bisedën e parë që kam pasur me ministrin pa nxjerr absolutisht asnjë gjë që nuk duhet nxjerrë në publik, kam gjetur gatishmërinë për të gjetur mënyrat më të mira për të ecur përpara. Duam dhe këtu vetëm mund të përsëris çfarë ka thënë kryeministri Rama, duam që të gjitha çështjet t'i vëmë në një shport. Ata do vënë çështjet që janë në interes për ata, ne do vëmë çështjet që janë në interes për ne, atë shport ta bashkojmë. Ta bëjmë një sport. Pra do marrim dy sporte dhe i bashkojmë. Këtu ka çështje që janë më të thjeshta, që janë çështje procedurale, që janë çështje që kanë të bëjnë me drejta minoritetit, që kanë të bëjnë me pronat, domethënë të tëra këto janë në rrugën e zgjidhjes ose të trajtimit në masën e kënaqshme për palët. Është work in progress, domethënë asnjëherë nuk do themi që në këtë vend drejta e njeriut u respektuan dhe s'ka nevojë të bëjmë më. Si për mua, si për këto, si për një shqiptar me origjinë greke apo me origjinë tjetër. Domethënë ky është demokracia, nuk ka kufi. Demokracia nuk ka limite. Pra, dhe për këtë çështje ne do vazhdojmë në mënyrë të tillë që të krijojmë besimin e nevojshëm tek ata që janë të interesuar për këtë. Çështjet janë më të vështira, që janë më komplekse, siç është marrëveshja e delimitimit të hapësirave detare dhe shefit kontinental, që e kemi me Greqinë, por nuk është e vetme sepse kemi edhe aspekte të tjera në këtë kuadër. E para me Greqinë ne kemi rënë dakord. Për sa kohë që bën përpjekje për ta zgjidhur rrugë dypalçe, nuk ja dolëm dot, por kjo është një ushtrim absolutisht normal, domethënë ka ndodhur, do ndodhi. Ne do shkojmë atë që quhet palë tretë e paanshme, gjykata ndërkombëtare. Janë dy gjykata ndërkombëtare që mund ta marrin përsipër, duhet të bijmë dakord se në cilën gjykatë, në cilën kohë dhe natyrisht se cila palë do të shkojë, domethënë do bëj punën e vet, do paraqesë argumentet e veta etj. Ky është ushrimi më i ndershëm. Dhe në këtë pikë nuk ka asnjë dyshim. Dhe për këtë kemi rënë dakord në parim. Nuk mund të them dot datët se kur, por mund t'ju them që ne kemi krijuar një ekip në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe ndërinstitucional në lidhje me të tëra problematika që kanë të bëjnë me atë që mund ta quajmë e drejta e detit, element të ndryshëm,